kusht. A e din ti, po të hysh ti vetëm një intrigën e të mërshme që është bërë me Erion Velin. Aty është një film horror. Erion Velia i meriton të gjitha. Ja u them unë ju. Besoj se unë jam askush s'ka folë në këtë salë më shumë se unë për te. Po horrorin që i organizojnë aty me Pojen, me Xhevdetin, me Ulsimanjen, bëhet ministri Kalec, zbaton urdhra me atë tjetër, që i thonë ati ministri tjetër, Maznikun. Pra, kur në gjonë këto gjëra, sepse njeriu edhe në burg po tjetë dhe kudo, a i gëzon të drejtat e ti. A i gëzon të drejtat e ti. Unë e mora vesh që u tha dje, me ju se nuk e dje tha Skapja po jo, se që kanë marrë vendimin, kanë marrë atë autorizim në gjykatës për përgjimin e ti, dhe sigurisht kur duhet, qofse e kanë marrë janë në rregull, nuk mund të them, por implikimi ministrave, pa atër le të merret prokurori, pse implikojnë të ministrat? Ç'pun ka Mazniku aty? Ç'pun ka Ulzimania aty? Pse bëhen këto gjëra? Sepse janë botë krimi. Se normalisht ata do të thonë, jo, ne tani të lamë prokurorin. Ai vet është një delinkuent shumë i rrezikshëm. A mund të imagjinoni ju që ai të japë porosi që të kërstohet djali i këtij dhe i atij? Ai vetëm për këto meriton një dënim suplementar shumë të fortë. Me udhëzimet që jep nga qelia. Po prap implikimi gjysmës qeverisë në proces është i papajtueshëm me rregullat e një shteti normal, po kjo është narkoshtet, është dëshmia e narkoshtetit. Pra do pastrohet. Shtylla e tretë